Zgjedhjet 5316 efektiv në teren për mbrojtjen e votës, policia publikon masa 37 krime zgjedhore janë referuar. Me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë procesit elektoral, si dhe për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga ligji për policinë e shtetit, kodi zgjedhor, vendimet dhe udhëzimet e nxjerra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia e Shtetit hartoi një plan të detajuar masash, njoftimi i Policisë së Shtetit. Plani masave konsistoi në disa faza, konkretisht në trajtimin e punonjësve të policisë për detyrat që do të kryenin gjatë këtij procesi dhe do të kryejnë deri në mbyllje të tij. Bashkëpunimi me KQZ-n për detyrimet e policisë që rrjedhin nga kodi zgjedhor, bashkëpunimi me prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe me SPAK, bashkëpunimi me gjësit e tjera ligjzbatuese si dhe mbulimi me shërbime policore i të gjitha aktiviteteve elektorale dhe objekteve zgjedhore. Në bashkëpunim me OSE, në KQZ dhe me prokurorinë e përgjithshme, u trajtuan 6838 punonjës policie me uniform si dhe 813 specialistë për hetimin e krimeve, të cilët u angazhuan për hetimin e krimeve zgjedhore. Gjatë fushatës elektorale nga strukturat e policisë së shtetit u angazhuan maksimalisht 6500 punonjës policie për mbarvajtjen e aktiviteteve elektorale të zhvilluara në ambiente të hapura dhe të mbyllura, strukturat e posaçme hetimore të policisë së shtetit të ngritura për hetimin e krimeve zgjedhore si rezultat i vlerësimit dhe analizës së çdo informacioni, indicie, kallëzimi apo deklarimi të çdo qytetari, përfaqësuesi të subjekteve zgjedhore apo kandidati me qëllim sqarimin e rrethanave, sigurimin e provave dhe vënien e autorëve para drejtësisë, ka referuar në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe në SPAK 37 raste për krime zgjedhore. Në ditën e fundit të fushatës elektorale, Policia e Shtetit ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë së aktivitetet përmbyllëse të subjekteve politike. Policia e Shtetit tashmë ka marrë në ruajtje objektet zgjedhore që shërbejnë si KZAZ, që në momentin që kanë shkuar materiale zgjedhore si dhe kryen shërbimin në momentin që largohet komisioni i KZAZ-s nga objekti. Në të gjithë vendin janë 93 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ave dhe 5225 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi ditën e votimit, objekte këto që do të merren në ruajtje nga policia ditën e shtunë. Lista me 5316 punonjës policie dhe automjete policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve dërguar në KQZ dhe është miratuar. Shërbimet e policisë që janë të planizuara në ruajtjen e objekteve që do të shërbejnë si qendra votimi do të instrukturohen ditën e shtunë paradite dhe më pas do të shpërndahen në qendrat ku janë të planizuar me shërbimin. Ditën e diel, që është dita finale me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi, punonjësit e policisë do të tërhiqen në vend grumbullimet e përcaktuara do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19 gjatë ditës votimit. Në rast se nga komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët KZAZ apo KQZ-ja do të kenë kërkesa për ndërhyrjen e policisë në zbatim të kodit zgjedhor, policia ka lënë pikat e kontaktit me komisionet dhe do të veprojë në kohë konform përcaktimeve ligjore. Më datë 11/5/2025 në orën 18, shërbimet e policisë do të marrin në ruajtje të gjitha objektet e VNV-ve dhe do të bëhet numërimi i votave dhe shërbimi do të vijojë deri në përfundim të gjithë procesit. Janë marrë të gjitha masat që nga çdo komisariat dhe drejtori të ketë grupe të gatshme për të vepruar në teren në rast nevoje. Të gjitha këto punonjës janë të trajnuar për të miratuar nga KQZ dhe do të jenë pajisur me mjetet e identifikimit dhe me jelek të policisë. Policia e Shtetit është shumë e vendosur dhe angazhuar për të siguruar deri në fund mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe ashtu siç garantoi rendin dhe sigurinë përgjatë fushatës elektorale, do të përmbush me sukses dhe detyrim i madhor ato që përgjatë ditës votimit çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë të ushtrojë qetësisht dhe i sigurt të drejtën kushtetuese për të votuar. Apelojmë për qytetarët që të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre
për të votuar apo që synon të tjetërsoj votën e tyre, si dhe të gjitha subjektet politike që të zbatojnë me korrektësi detyrimet ligjore dhe bashkëpunojnë me policinë e shtetit për çdo rast të cënimit ligjit. Ndërkohë policia e shtetit ka marrë të gjitha masat për mbajtje në kontroll të plot të gjithë territorit të vendit, pika doganore dhe kontrollet në kufirin jeshil dhe blu me qëllimin e vetëm sundimin e ligjit. Gjithashtu policia e shtetit në kuadër të masave të ndërmarra për garantimin e mbarvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar, Giro Italia kërkon mirëkuptimin e të gjithë përdoruesve të rrugës për të zbatuar me korrektësi kufizimet e lëvizjes në rrugët e bëra publike dhe të ndjekin udhëzimet e punojësve të policisë së shtetit dhe asaj bashkiake për problematikat dhe nevojat që mund të kenë për të qarkulluar.